Assalamu alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Taala ne insan ko paida Kur Allahu I lartësuar e krijoi njeriun, para kësaj ai krijoi për dobinë e tij begati e bekime të panumërta. Kjo mirësi e Allahut të Madhërisëm dhe kjo sjellje e tij ndaj robërve kërkon patjetër që robi të bëhet mirënjohës ndaj tij. Çdo profet I këshilloi ndjekësit e vet që ata të bëheshin robër mirënjohës të Allahut të Madhërisëm. Shembullin më të lartë të mirënjohjes e dha Prijësi dhe profeti ynë I nderuar Hazret Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Me çdo vepër të tij Profeti sallallahu alaihi wasallam shprehte mirënjohje ndaj Allahut të lartësuar. Kur njerëzit e pan duke qarë, duke rënkuar dhe duke ju lutur Allahut të lartësuar me përullësi të skajshme, I thanë: Allahu të ka premtuar çdo lloj suksesi dhe po të jep suksese, atëherë përse gjithë ky rënkim e ky përgjërim? E profeti sallallahu alaihi wasallam tha: atë mos bëhem rob mirënjohës I Allahut për këto bekime? Atë mos e falenderoj atë duke u përulur para tij? Në çdo rast, ashtu siç profeti sallallahu alaihi wasallam dha shembull praktik të mirënjohjes, po ashtu e këshilloi edhe umetin e tij të jetë mirënjohës. Pra edhe popullin e tij të jetë mirënjohës. Ai u mësoi mënyrat e mirënjohjes dhe lutjet për të falenderuar Zotin e Madhërisëm. Sot do të përmend pikërisht këtë shembull të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, lutjet dhe këshillat e tij. Në një transmetim vjen se Hazret Enesi transmeton që I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: Imani përbëhet nga dy pjesë. Pra, besimi përbëhet nga dy pjesë. Gjysma është durim dhe gjysma është mirënjohje. Në të vërtetë, edhe durimi nxjerr në pa një anë të mirënjohjes. Prandaj, nëse shihet me vëmendje, imani ose besimi I plot arrihet pikërisht përmes mirënjohjes. Hazret Suhejbi tregon se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: çështja e besimtarit është e çuditshme, e gjithë çështja e tij është veç mirësi, dhe kjo nuk I takon askujt tjetër përveç besimtarit. Nëse I vjen ndonjë gëzim, ai falenderon, dhe kjo është mirë për të. E nëse I vjen ndonjë vështirësi, ai duron, dhe edhe kjo është mirë për të. Është mirë sepse Allahu I Madhërisëm thot: Inna Allaha ma'as sabirin. Sigurisht Allahu është me durimtarët.
सब्र करने वालों के साथ। Pastaj ai thot, फिर फरमाया jepu lajm wabashiri sabirin, jepu lajm të gëzueshëm durimtarëve. करने वालों को Pra ai me të cilin Allahu जिसके साथ dhe अल्लाह ताला हो, pra me të cilin është Allahu dhe të cilit Allahu i jep përgëzim. Çfarë mirësie më e madhe mund të ketë për të se kjo? ये हकीकी Ky सब्र durim i vërtet mund të arrihet vetëm atëherë kur njeriu bëhet rom mirënjohës për të gjitha begatit e Allahut të madhërisht. बंदा बने। Pra, edhe në një fjali të shkurtër dhe në një fjali të vetme të profetit sallallahu alaihi wasallam gjenden thesare urtësie. Hazret Ebu Huraira गहरा transmeton se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: kush nuk i falenderon njerëzit, nuk e falenderon as Zotin. Mirënjohja ndaj Zotit është detyrë më vete, por profeti sallallahu alaihi wasallam theksoi në mënyrë të veçantë edhe mirënjohjen ndaj robërve të Allahut. जज्बात Nëse në zemra do të kishte këto ndjenja dhe mendime mirënjohje, shoqëria do të paraqiste një pamje shumë të bukur. Pikërisht, kjo është shoqëria e vërtet islame, të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam dëshironte ta krijonte. रिवायत में Në një transmetim tjetër vjen se Hazret Numan bin Bashiri कि नबी transmeton që profeti i nderuar sallallahu alaihi wasallam tha nga mimberi: जो थोड़े kush nuk falenderon për pak, nuk falenderon as për shumë. Dhe kush nuk i falenderon njerëzit, का शुक्रिया अदा नहीं nuk e falenderon as करता, Zotin. शुक्र अदा नहीं करता। Të përmendesh उसको जिक्र करना भी begatin किस्म को शुक्र e Allahut është një lloj mirënjohje, ndërsa të mos e përmendesh atë është mos mirënjohje. Xhamati është mëshirë, ndërsa përçarja është ndëshkim, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, qëndroni në xhamat, bëhuni robër mirënjohës të Allahut dhe jetoni si një trup i vetëm. और अगर Vetëm atëherë do të merrni pjesë në begatitë e Allahut. Por nëse krijoni përçarje dhe zemrat tuaja ndahen, atëherë nuk mund të bëheni trashëgimtar të bekimeve të Allahut. किस गहराई से आपने शुक्रगुजारी की तालीम दी है, इस बारे में एक रिवायत है। हज़रत अनस बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Sa thellë e mësoi profeti sallallahu alaihi wasallam mirënjohjen. Kjo shihet edhe nga një transmetim tjetër. Hazret Enesi tregon se kur profeti sallallahu alaihi wasallam takonte një njeri सही रखे। e pyeste si je, e ai përgjigje सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम jam shumë mirë dhe e lavdëroj Allahun e lartësuar. Atëherë huzuri alayhis salam, pra profeti sallallahu alaihi wasallam lutej për të. Allahu të mbajt gjithmonë mirë. Një herë profeti खामोश रहे। e takoi përsëri dhe i bëri të njëjtën pyetje e ai u përgjigj: लेकिन नबी जब आप पूछते और मैं जवाब देता nëse e falenderoje, तो आप ये jam जवाब mirë. नहीं करते। जब मैं ये कहता था Profeti i nderuar कि अल्लाह ताला की हम heshti sallallahu आप alaihi दुआ wasallam. किया करते थे। Ai tha: o profeti i Allahut, अच्छा रखे। kur ti më pyesje dhe unë përgjigjesha se e lavdëroj Allahun, ti luteshe për mua dhe thoshe Allahu të mbajt mirë. Por sot pse kjo heshtje? बहुत अच्छा हूँ और मैं अल्लाह ताला की हमद करता हूँ। Pse nuk përgjigjesh me lutje अल्लाह ताला तुझे अच्छा ndaj përgjigjes time? ताला अपनी नेमतों Huzuri से और नवाजे। alayhis salam tha: kur unë të pyesja dhe ti thoshe jam shumë mirë dhe e lavdëroj Allahun, unë lutesha për ty që Allahu të të mbante mirë dhe të bekonte edhe më shumë me begatitë e tij, por sot ti the nëse falenderoj. Pra sikur ti u fute në dyshim. Nëse falenderoj atëherë jam mirë, elhamdulillah. Përndryshe gjendja ime nuk është aq e mirë sa të them se jam shumë mirë. Prandaj tha profeti se heshti, ai tha ti u fute në dyshim. Ti krijove mendim jo të mirë për Allahun e lartësuar. Profeti pra nuk e donte fare që edhe në një mas shumë të vogël në mendjen e dikujt të linte një mendim negativ në lidhje me mirënjohjen ndaj Allahut. Hazret Usama bin Zaidi तारीफ का हक अदा transmeton se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: kur dikujt i bën dikush një të mirë dhe ai i thot mirëbërësin jazakallah, pra Allahu të shpërbleft me të mira, ai e ka përmbushur të drejtën e lavdërimit.
Po kështu, në një transmetim nga Hazret Abu Huraira, thuhet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: kur Zoti dëshiron të jap një populli mirësi dhe bekime, u azgjat jetën dhe u frymëzon mirënjohje. Do me thënë, u jep mundësin të jenë mirënjohës. Prandaj, mirënjohja është e domosdoshme për përparimin kombëtar. Mirënjohja është e domosdoshme për përparimin e xhamatit. Mirënjohja është e domosdoshme edhe për përparimin individual. Mirënjohja ndaj Zotit, mirënjohja ndaj njëri tjetrit dhe mirënjohja ndaj çdo personi prej të cilit njeriu ka dobi në çfarëdo mënyre është jashtëzakonisht e nevojshme. Pikërisht kjo bëhet shkak për unitetin kombëtar. Për të krijuar kuptimin e drejtë të mirënjohjes, profeti alayhis salam dha këshilla shumë të bukura. Në një transmetim përmendet kështu: Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shpesh më thoshte: çfarë u bë me poezitë tua? Do me thënë, më kërkonte t'i recitoja në një varg, sepse Hazret Aisha thot që mbaja mend poezi dhe i recitoja profetit sallallahu alaihi wasallam. Unë i thosha: cilat poezi? Kam shumë vargje të mësuara përmendsh. Dhe huzuri thoshte: më recito vargje për mirënjohjen. Atëherë unë i thosha: nana dhe babai im qofshin kurban për ty. Poeti thot: bëhu mbështetje për atë të dobët, dobësia e të cilit nuk mund të shpërblejë ty. Një ditë do të shohësh se rezultatet e kësaj do të shfaqen. Pra mos se mbështet dikë vetëm për shpërblim, por mbështete atë që nuk mund të ta kthejë të mirën. Pastaj do të shohësh rezultatet e kësaj do të shfaqen. Poeti vijon, thot Hazret Aisha, ai i dobët një ditë në një mënyrë ose tjetrën, ose do të shpërblej, ose do të lavdëroj ty. Dhe ai që të lavdëron për mirësinë që i ke bërë, sikur ta ka kthyer shpërblimin e asaj mirësie, nëse thot elhamdulillah, faleminderit, edhe kjo është një mënyrë për ta kthyer të mirën. Hazret Aisha tregon më tej se në po këto vargje thuhe, kur ti synon të mbash lidhje farefisnore me një njeri të nderuar, nuk do ta gjesh litarin e tij të vjetër dhe të dobët. Do me thënë, kur mban lidhjet farefisnore, nuk e kapu një litar të dobët, por një litar të fortë, sepse Allahu do të jap shpërblimin e saj. Hazret Aisha thot, kur ja recitova këto vargje profetit, profeti tha: o Aisha, kjo është plotësisht e drejtë. Gjibrili më ka treguar se kur Zoti i Madhërisëm do t'i ringjall krijesat në ditën e gjykimit, ai do ta pyes njërin prej robërve të tij: një rob imi të bëri mirësi, a e falenderove atë? Ai do të përgjigjet: o Zoti im, unë e dija se ajo mirësi ishte prej teje, prandaj ty të falenderova. Atëherë Zoti i Madhërisëm do të thotë: nëse nuk e falenderove atë nëpërmjet të cilit unë të bëra mirësi, atëherë nuk më ke falenderuar as mua. Sa veprim i bukur është ky për të ndërtuar një shoqëri të bukur. Duke na mësuar lutjen e mirënjohjes, profeti alayhis salam tha, transmetohet nga Hazrat Abdullah bin Ghanam Bayadi se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: kur gdhihet thot këtë lutje: o Allah, çdo begati me të cilën jam zgjuar në këtë mëngjes është prej teje, vetëm ti je një, nuk ke ortak. Pra ty të takon lavdërimi dhe ty të takon mirënjohja, ai e ka përmbushur mirënjohjen e ditës së tij. Dhe kur e thot të njëjtën gjë në mbrëmje, ai e ka përmbushur mirënjohjen e natës së tij. Po kështu, në një transmetim nga Hazret Muadh bin Jebeli, thuhet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e kapi për dorë dhe tha: o Muadh, për Zotin unë të dua. Pastaj tha: o Muadh, të porosis që pas çdo namazi të mos e lësh kurrë këtë lutje: Allahumma a'inni ala dhikrika
wa shukrika फिर एक wa रिवायत husni में ibadatik. अब्दुल्लाह बिन O Allah, më ndihmo për të kujtuar ty, për të falenderuar ty dhe për të adhuruar ty në mënyrën më të bukur. बनु हंज़ला के एक शख्स Në një transmetim tjetër, उसने कहा कि मैंने Abu Ali bin Shakhir përcjell nga një njeri prej Benu Henzelas se ai tha, unë isha në një udhëtim me Hazret Shaddad bin Aus, ai më tha, atë mësoj, ai tha, atë mos ta mësoj atë që i dërguari Allahut na mësoi neve? E tha, thuaj, o Allah, unë kërkoj prej teje qëndrueshmëri në çdo çështje dhe vendosmëri në udhëzim. Kërkoj prej teje mundësinë që të jem mirënjohjes. Kërkoj prej teje mundësinë që të jem mirënjohës për begatin tënde dhe që të adhuroj në mënyrën më të bukur. Kërkoj prej teje gjuhë të sinqertë dhe zemër të pastër. Kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja që ti e di. Kërkoj prej teje të mirën që ti e di dhe kërkoj faljen tënde për ato që ti i di. Padyshim, ti je njohësi i plot i të fshehtave. Domethënë njeriu kërkon falje nga Allahu i lartësuar për çdo gjë që ai e di. Gjithashtu, njeriu kërkon nga Allahu çdo të mirë që mund t'i sjellë dobi, sepse vetëm Allahu e di se çfarë është e dobishme dhe çfarë nuk është. Prandaj kjo lutje ka kuptimin: O Allah, ti më jep mirësinë tënde në çdo gjë dhe në çdo gjë që ti ke krijuar për dobinë time, vendos mirësi për mua. Një ditë profeti sallallahu alaihi wasallam mësoi edhe këtë lutje sahabëve të tij. Pra, transmetohet nga Hazrat Abu Saidi se një person tha: O i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, cila është lutja më e mirë që duhet të bëj në namaz? Profeti tha: thuaj, Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal shukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal khalqu kulluhu wa ilayka yarji'u al-amru kulluhu nas'aluka min al-khayr wa na'udhu bika min ash-sharri kulli. O Allah, të gjitha lavdërimet janë për ty. E gjithë mirënjohja është për ty. E gjithë mbretëria është e jotja, e gjithë krijesa është e jotja, dhe çdo çështje kthehet tek ti. Ne kërkojmë prej teje çdo lloj mirësie dhe kërkojmë mbrojtjen tënde nga çdo lloj e keqe. Për lutjen që bënte vetë profeti sallallahu alaihi wasallam, në një transmetim përmendet kështu: Hazrat Ibn Abbasi transmeton se profeti sallallahu alaihi wasallam në lutjen e tij thoshte: O Zoti im, më ndihmo dhe mos ndihmo askënd kundër meje. Më jep fitore dhe mos i jep fitore askujt kundër meje. Bëj plan në favorin tim dhe mos lejo plan kundër meje. Më udhëzo dhe më lehtëso udhëzimin. Më ndihmo kundër atij që më ka bërë padrejtësi. O Allah, më bëj mirënjohës ndaj teje. Më bëj përkujtues tëndin, të druajtur prej teje, të bindur ndaj meje. Pra, më bëj të druajtur prej teje, të bindur ndaj teje, shumë të përkushtuar në bindjen tënde dhe shumë të përulur para teje. O Zoti im, pranoje pendimin tim, pastroje gabimin tim, pranoje lutjen time, forcoje argumentin tim, udhëzoje zemrën time, drejtoje gjuhën time dhe largoje mërin nga zemra ime. Zemra dhe krahërori i profetit ishin të pastër nga çdo e keqe dhe ai ishte plotësisht i përulur para Allahut. Ai e bënte këtë lutje për vete, por në të vërtetë na e mësoi neve që çdo ndjekës i tij të lutet për ta mbajtur zemrën të pastër dhe kështu të kërkojë mirësinë e Allahut të lartësuar. Hazrat Abu Huraira tregon: ka një lutje që e ka mësuar nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e lë kurrë. E ajo lutje është kjo: O Allah, më bëj të tillë që të falenderoj shumë, të përmend shpesh, të ndjek këshillën tënde dhe të mbaj mend porositë tua të theksuara. Nëse njeriu e bën këtë lutje çdo ditë, atëherë
nuk do të lindin mendime të gabuara dhe nuk do të bëj vepra të gabuara. Ai do të bëj pikërisht atë që Allahu ka urdhëruar të bëhet. Transmetohet nga Hazrat Abu Huraira se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: kush sheh një njeri të sprovuar dhe bën këtë lutje, ai e ka falendëruar Allahun për begatinë që i ka dhënë atij Allahu. Fjalët e lutjes janë: e gjithë lavdia është e Allahut që më ruajti nga sprova me të cilën të ka sprovuar ty dhe më dha mirësi ndaj teje dhe ndaj shumë prej robërve të tij. Pra, kur njeriu sheh dikën në vështirësi, duhet të bëjë edhe këtë lutje: falenderoj Zotin që më ka ruajtur nga këto vështirësi. Hazrat Aisha tregon se kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shihte diçka që i pëlqente, thoshte: Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Lavdërimi i takon Allahut me bekimin e të cilit plotësohen veprat e mira. Dhe kur shihte diçka që nuk i pëlqente, thoshte: Alhamdulillahi ala kulli hal. Në çdo gjendje lavdërimi i takon Allahut. Hazrat Enesi tregon: ne ishim bashkë me të dërguarin e Allahut kur na zuri shiu. Rithimtari thot se i dërguari i Allahut e hoqi rrobën nga koka derisa disa pika shiu ran mbi të. Ne tham: o i dërguari i Allahut, pse veprove kështu? Profeti tha: sepse ky shi sapo ka ardhur nga Zoti i Madhërisht. Pra, si shenjë mirënjohje, profeti i pranoi ato pika shiu. Hazrat Abu Huraira tregon se i dërguari i Allahut dhe sahabët e tij e zbulonin kokën për pikat e para të shiu që binte nga reja. I dërguari i Allahut thoshte: kjo begati sapo ka ardhur nga Zoti ynë i Madhërisht dhe është shumë e bekuar. Nuk kishte rast në të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam të mos e falenderonte Allahun. Madje edhe për gjërat që në dukje ishin shumë të vogla, ai shprehte mirënjohje. Hazrat Maliku tregon se kur profeti sallallahu alaihi wasallam dilte nga nevojtoria, bënte këtë lutje: Alhamdulillahi alladhi adhab anni al-adha wa afani. Lavdërimi takon Allahut që largoi prej meje gjën e dëmshme dhe më dha shëndet. Hazrat Zaid bin Khalid Juhani transmeton: i dërguari i Allahut na priu në namazin e sabahut në Hudejbije, pas një shiu që kishte rënë gjatë natës. Kur e përfundoi namazin, u kthye nga njerëzit dhe tha: a e dini çfarë ka thënë Zoti juaj i Madhërisht? Njerëzit thanë: Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Profeti tha: Allahu ka thënë: sot në mëngjes disa nga robërit e mi u zgjuan si besimtar ndaj meje, ndërsa disa si mohues. Ai që tha: në ra shi nga mirësia dhe mëshira e Allahut, ai më besoi mua dhe mohoi yjet, ndërsa ai që tha: në ra shi për shkak të daljes së këtij ose atij ylli, ai më mohoi mua dhe besoi në yje. Do të thënë, ky i fundit nuk beson vërtet tek Allahu, por mbetet ende i lidhur me mendsinë e adhurimit ose ndikimit të yjeve. Prandaj standardi i vërtetë i mirënjohjes është që për çdo gjë lavdërimi t'i takojë vetëm Allahut dhe falënderimi t'i drejtohet vetëm atij. Në atë kohë disa njerëz ende nuk ishin edukuar plotësisht. Ndikimi i traditave të vjetra dhe i besimeve të mëparshme ishte ende i pranishëm. Prandaj ndonjëherë përmendin yje e gjëra të tilla. Profeti i edukoi duke u shpjeguar realitetin e mirënjohjes. Në një transmetim, Jafer bin Muhammed përcjell nga babai i tij se kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shikonte pasqyrën, thoshte: lavdërimi i takon Allahut që më krijoi dhe më bëri të bukur në pamje dhe në moral, dhe zbukuroi tek unë ato gjëra që të tjerët duken si të meta. Hazrat Abu Saidi transmeton se kur profeti i nderuar sallallahu alaihi wasallam hante ose pinte diçka, pas kësaj e falenderonte Allahun kështu: Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Lavdërimi i takon Allahut që na ushqeu, na dha të pim, na bëri musliman.
Hazrat Abu Umama transmeton se ishte zakoni i profetit sallallahu alaihi wasallam që kur përfundonte ushqimin ose siç tha Hazrat Abu Umama kur ngrihe nga sofra ai thoshte Alhamdulillahi alladhi kafana wa arwana ghayra makfiyin wala makfurin. Falëndrimi i takon Allahut që na dha mjaftueshëm dhe na ngopi e na shuajti etjen. Një falëndrim që nuk mbetet vetëm këtu dhe as nuk kthehet në mosmirënjohje. Ndonjëherë profeti thoshte, lavdërimi i takon Allahut, o Zoti ynë. Ky nuk është një falënderim që mbaron vetëm me këtë ushqim. Nuk është si ai falënderim që nuk bëhet më pas dhe as si ai falënderim për cilin nuk kemi më nevojë, o Zoti ynë. Duke nxitur për të falënderuar Zotin, profeti sallallahu alaihi wasallam tha në një transmetim, Hazrat Sahal bin Muadh bin Anasi përcjell nga babai i tij se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, kush ha ushqim dhe pastaj bën këtë lutje, Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa. Lavdërimi i takon Allahut që më ushqeu me këtë ushqim dhe më dhuroi pa ndonjë fuqi apo forcë nga ana ime, atij i falen mëkatet e mëparshme dhe të mëvonshme. Gjithashtu, profeti sallallahu alaihi wasallam tha se kush vesh një rob dhe bën këtë lutje, lavdërimi i takon Allahut që më veshi me këtë rob dhe më dhuroi pa ndonjë fuqi apo forcë nga ana ime, atij i falen mëkatet e mëparshme dhe të mëvonshme. Hazrat Abu Huraira transmeton se kur njerëzit shihnin frutin e parë të stinës e sillnin tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur i dërguari i Allahut e merrte atë, bënte këtë lutje: O Allah, vendos bereqet për ne në frutat tona. Vendos bereqet për ne në qytetin ton. Vendos bereqet për ne në sajin ton, pra në masën ton të peshimit, dhe vendos bereqet për ne në mudin ton, që pra mud ishte një mas tjetër peshimi. O Allah, pa dyshim, Ibrahimi ishte robi yt, miku yt dhe profeti yt. Edhe unë jam robi yt dhe profeti yt. Ai të lut për Mekën ndërsa unë të lutem për Medinën, ashtu siç ai të lut për Mekën, madje edhe më shumë se aq. Rëfimtari thot se pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam thërriste fëmijën më të vogël dhe ja jepte atij atë frut. Pra frutin e ri që vinte për herë të parë, profeti sallallahu alaihi wasallam u jepte spari fëmijëve. Hazrat Hudhaifa tregon se kur profeti shtrihe natën në shtratin e tij, vendoste dorën në faqe dhe pastaj lute: Allahumma bismika amutu wa ahya. O Allah, me emrin tënd vdes dhe jetoj. E kur zgjohej, lute: Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Lavdërimi i takon Allahut që na dha jetë pasi na kishte dhënë vdekje dhe tek ai do të ringjallemi. Në një transmetim tjetër, lutja e zgjimit përmendet kështu: kur profeti sallallahu alaihi wasallam zgjohej nga gjumi i natës, thoshte: lavdërimi i takon Allahut që ma dha jetë pasi më kishte dhënë vdekje dhe tek ai do të ringjallemi. Amr bin Shuaib përcjell nga babai i tij dhe ai nga gjyshi i tij se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu pëlqen që gjurmët e begatisë së tij të shihen te robi i tij. Edhe kjo është mirënjohje ndaj Allahut. Pra begati që ai i ka dhënë njeriut duhet të duken tek njeriu dhe të shfaqen në mënyrë të përshtatshme. Po kështu në një transmetim tjetër thuhet se Abul Ahwas përcjell nga babai i tij, ai tha: shkova në shërbim të profetit sallallahu alaihi wasallam me rroba të dobta dhe të vjetruara. Domethënë kishte rroba shumë të këqija. Profeti më pyeti: a ke pasuri? Po, i thash. Më pyeti: çfarë lloj pasurie ke? Pra, me qenë se thua se ke pasuri dhe njëri i pasur, çfarë pasurie ke? Pyeti profeti. Ai tha: Allahu i madhërisht më ka dhënë deve,
dele, e dhi, kuaj edhe robër, kam shumë pasuri. बहुत माल है मेरे पास। Profeti tha, kur Allahu të ka dhënë kaq shumë pasuri, atëherë begatia dhe nderimi i tij duhet të duken tek ti. और शुक्रगुजार Pra duhet të ketë mirënjohje. Shpreha e mirënjohjes गंदे कपड़े është që të mos vish me këto rroba të ndotura dhe të dopta. अल्लाह ताला की नेमतों Vish rroba të mira dhe shfaqi në mënyrë të përshtatshme begatitë e Allahut. Hazret Jabir bin Abdullah tregon, ne erdhëm në shërbim të Profetit sallallahu alaihi wasallam. बिखरे हुए Profeti pa një burr me flokë të çrregull, të shpërndar, të pa lyer e të pa krehur. क्या ये Profeti tha, a nuk gjen ky diçka me të cilën ti rregulloj flokët? गठों का Pra, u tha shokëve se përse ai nuk i lante, nuk i rregullonte dhe nuk i krihte flokët. आपने एक Pastaj profeti pa një burr tjetër me rroba të ndotura. आपने Ai tha, a nuk gjen ky नहीं जैसे अपने कपड़े धो ले ujë me të cilin ti laj rrobat? जाए Pra, në vend që të vesh rroba पानी तो मिलता है të ndotura, le ti laj rrobat e ti i vesh të pastra. Uj, ka një dispozicion. Le ta falenderoj Allahun e Madhërisëm. Pastërtia dhe rregullësia, ashtu siç tregojnë pastërtitë e jashtme, kanë edhe një anë mirënjohje ndaj Allahut. Njeriu duhet ta falenderojë Allahun dhe nuk duhet ta mbajë veten në atë gjendje që njerëzit të thonë, "Shi në çfarë gjendje të keqe e ka katandisur veten." Po kështu në një transmetim tjetër, Hazret Abdullah bin Masudi i rëfen se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha, "Nuk do të hyjë në xhenet ai njeri në zemrën e të cilit ka qoftë edhe sa një grimc mendjemadhësi." Një person tha, njeriu dëshiron që rrobat e tij të jenë të bukura dhe këpucët e tij të jenë të bukura. Profeti tha, Allahu është i bukur dhe e do bukurinë. Pra, mendjemasi është të refuzosh të vërtetën nga ndjenja se je i madh dhe ti shohësh njerëzit si të ulët. अच्छी बात से इनकार कर Kjo nuk lejohet. और लोगों से भी हकारत से Pra, Allahu i lartësuar është i bukur dhe e do bukurinë, në këtë nuk ka dyshim. Mendjemasia është të mohosh të vërtetën për shkak se e quan veten të madh dhe ti përçmosh njerëzit e tjerë. Të refuzosh fjalën e vërtetë dhe të sillesh me përbuzje ndaj njerëzve. Kjo është mendjemasi. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई नया Hazret Ebu Said Khudri tregon se sa herë që i dërguari i Allahut merrte në një rrobë të re, përmendte emrin e saj, qoftë këmish, qoftë qallë, dhe pastaj bënte këtë lutje: "O Allah, lavdërimi të takon ty. Ti më veshe këtë. Unë kërkoj prej teje të mirën e saj dhe të mirën për të cilën është bërë, dhe kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e saj dhe nga e keqja për të cilën ajo është bërë." रसूलुल्लाह Hazret Aisha tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, kur Allahu i lartësuar i jep në një robi një begati dhe ai e kupton se ajo është prej Allahut, का शुक्र लिख दिया जाता atëherë atij shkruhet mirënjohja për atë begati. Dhe kur Allahu sheh pendimin e robit për ndonjë mëkat, ai falet përpara se të kërkojë falje. और एक शख्स Një njeri blen një rob me dinar, e vesh dhe lavdëron Allahun. Ajo rob ende nuk i ka arritur deri te gjunjët kur ai falet. बख्श दिया जाता है Kështu sillet Allahu i Madhërisëm me njeriu mirënjohës. सालिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन Salimi transmeton nga Hazrat Abdullah bin Omeri कि उन्होंने कहा radhiyallahu anhuma se profeti sallallahu alaihi wasallam kur kthehe nga ndonjë ekspedit, sa herë arrinte në ndonjë qaf mali या ऊंचे मैदान में पहुंच ose vend të ngritur, thoshte 3 herë Allahu Akbar, domethënë Allahu është më i madhi. Pastaj thoshte ला इलाहा इल्लल्लाह La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. صدق الله Sadaqa Allahu wa'dahu wa nasara 'abdahu नसर अब्दहु wa hazama al-ahzaba wahdahu. Domethënë nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, अल्लाह के सिवा और कोई मौजूद नहीं i vetmi, pa asnjë ortak. Atij i përket mbretëria dhe atij takon të gjitha lavdërimet. Ai ka fuqi mbi çdo gjë. Ne po kthehemi nga udhëtimi duke pranuar gabimet tona dhe duke pohuar se nuk do t'i përsërisim më. Ne jemi adhurues të Zotit ton, ne përulemi para Zotit ton dhe lavdërojmë vetëm Zotin ton. Allahu me siguri e bëri të vërtet premtimin e tij, e ndihmoi robin e tij dhe imposhti i vetëm të gjitha grupet kundërshtare. Pra ishte kjo lutje që profeti sallallahu alaihi wasallam bënte. हाँ शिकस्त देकर भगा दिया
Ditën e betejës së Bedrit, të vrarët nga radhët e jo besimtarve u hodhën në disa gropa dhe puse të fushës së Bedrit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut, i cili e poshtroi Abu Jahlin, e shkatërroi atë dhe na shpëtoi prej tij." Kur të gjithë të vrarët u hodhën në pus, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam po ecte përreth tyre, ndërsa ata ndodheshin në atë grop. Hazrat Abu Bekri po ja tregonte profetit emrat e tyre një nga një. Dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke e lavdëruar dhe falendëruar Allahun, thoshte: "Lavdërimi i takon Allahut që e përmbushi premtimin që më kishte bërë." Kur armiku i tij për vdekje arriti përfundimin e veprave të veta, reagimi i profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte ndonjë shfaqje gëzimi të jashtëm, përkundrazi ai u përul para Allahut dhe e falenderoi atë, pra Zotin e Madhërisht. Lidhur me këtë ka edhe transmetime të tjera. Në një transmetim, Hazrat Abdullah bin Masudi tregon pra Rafen, ditën e Bedrit shkova në shërbim të dërguarit të Allahut dhe i thash: "E vrava Abu Jahlin." Profeti tha: "A betohesh për Allahun përveç të cilit nuk ka të adhuruar tjetër?" Unë thash: "Po, betohem për Allahun përveç të cilit nuk ka të adhurueshëm tjetër." Unë e vrava atë. Profeti e përsëriti këtë pyetje 3 herë dhe kërkoi konfirmim prej tij. Pastaj tha: "Allahu është më i madhi, lavdërimi takon Allahut që e bëri të vërtet premtimin e tij, e ndihmoi robin e tij dhe imposhti i vetëm të gjitha grupet kundërshtare." Pastaj profeti tha: "Shko më trego trupin e tij, pra eja me mua." Kështu u nisëm, thot rrëfimtari. Kur profeti e pa atë, tha: "Ky është faraoni i këtij umeti." Në një transmetim tjetër thuhet se ditën kur i dërguari i Allahut ju dha lajmi për kokën e Abu Jahlit, ai fali 2 rekate namaz. Një hollësi tjetër e kësaj ngjarje përmendet kështu: Ebu Ishaku rëfen se ditën e Bedrit, kur tek i dërguari i Allahut erdhi lajmëtari me lajmin e mirë se Abu Jahli ishte vrarë, profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti 3 herë, duke e bërë të betohej për Allahun, përveç të cilit nuk ka të adhurueshëm tjetër. "A e ke parë vërtet të vrarë?" e pyeti profeti. Ai u betua para profetit. Atëherë i dërguari i Allahut ra në sejdë. Në disa transmetime thuhet se profeti bëri më shumë se një sejdë, pra sejdë falënderimi. Ka transmetime edhe për mirënjohjen e profetit, falënderimin e profetit në rastin e çlirimit të Mekës. Lidhur me këtë, transmetohet nga Hazrat Ibn Umeri se ditën e çlirimit të Mekës, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam qëndroi në shkallët e Qabes. Pastaj lavdëroi Allahun, e madhroi atë dhe tha: "Alhamdulillahi alladhi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu." Lavdërimi takon Allahut që e bëri të vërtet premtimin e tij, e ndihmoi robin e tij dhe imposhti i vetëm të gjitha ushtrit. Në një transmetim të Buhariut, Abdurrahman bin Abi Leila thot: "Asnjëri prej nesh nuk ka treguar se e ka parë profetin duke falur namazin e paradites, përveç Hazret Umuhanis." Edhe lidhur me namazin e paradites, transmetimet që gjenden tregojnë se nuk kemi ndonjë transmetim tjetër të tillë përveç transmetimit të Hazret Umuhanis, sipas të cilës profeti sallallahu alaihi wasallam e fali namazin e paradites. Ajo tregon se ditën e çlirimit të Mekës, profeti erdhi në shtëpinë e saj, u la dhe fali 8 rekate namaz. Ajo thot: "Nuk kam parë kur namaz më të lehtë se ai. Ishte një namaz i lehtë, por profeti fali 8 rekate, megjithatë ai kryente plotësisht rukun dhe sejdën, pra nuk ishte se i bëri shpejt. Edhe namazi i tij i lehtë ishte si namazet tona të gjata." Një biograf shkruan që pra nën këtë titull që profeti i fali ato 8 rekate si shenjë falënderimi për atë që Allahu i lartësuar i ka dhënë atë ditë. Transmetohet nga Hazrat Enesi se kur profeti hyri në Mekën e nderuar, njerëzit erdhën për ta parë. Nga përullësia dhe ndjenjat e falënderimit, koka e tij prekte pothuajse shalën e deves. Ai ishte mes njerëzve dhe thoshte: "Allahumma innal aisha aishul akhirah." O Allah, padyshim, jeta e vërtet është jeta e ahiretit. Hazrat Mesiu premtullah selam thot:
Kjo lartësi që u jepet robërve të veçantë të Allahut të Madhërisëm është në formën e përullësisë, ndërsa lartësia e shejtanit është e përzier me mendimasi. Shikoni profetin ton të nderuar sallallahu alaihi wasallam. Kur e çliroi Mekën, ai e uli kokën dhe bëri sejdë, po ashtu siç e ulte kokën dhe bënte sejdë në ditët e vështirësive dhe mundimeve, kur në të njëjtën Mekë ai kundërshtohej në çdo mënyrë dhe i shkaktohej dhimbje të pafundme. Kur pa se në çfarë gjendje ishte larguar prej aty dhe në çfarë gjendje po kthehej, zemra e tij u mbush me falënderim, me mirënjohje ndaj Zotit dhe ai bëri sejdë falënderimi. Gjejmë një lutje të profetit sallallahu alaihi wasallam në transmetim të Sahih Muslim, në rastin e haxhit të lam të mirës, pra, kur profeti i nderuar sallallahu alaihi wasallam deshi të bënte sa'i, pra ecje, ndërmjet Safas dhe Mervas, ai filloi nga Safaja. U ngjit në kodrën Safa derisa pa Qaben, pastaj u kthye drejt kibles, shpalli njëshmërinë e Allahut të Madhërisëm, përmendi madhështinë e tij dhe tha: nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut. Ai është një, nuk ka ortak. Mbretëria është e tij dhe lavdërimi është për të. Ai ka fuqi mbi çdo gjë. Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut. Ai është i vetëm. Ai e përmbushi premtimin e tij, e ndihmoi robën e tij dhe e zbrapsi i vetëm ushtrit. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri lutje ndërmjet këtyre fjalëve, në gjendje lutje. Pra, ai e përsëriti këtë 3 herë për lajmin që Hazrat Aliu radhiyallahu anhu i dërgoi nga Jemeni lidhur me fisin Hamadan. Transmetohet një porosi kështu. Hazrat Bera bin Azib tregon se në vitin 10 pas hijretit, kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e dërgoi Hazrat Aliun në Yemen dhe i gjithë fisi Hamadan pranoi Islamin, Hazrat Aliu ja dërgoi lajmin me letër të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur i dërguari Allahut e lexoi letrën, ra në sejdë dhe tha: paqe qoftë mbi Hamadanin, pra mbi popullin Hamadanin. Paqe qoftë mbi Hamadanin. Këtë e tha 2 herë. Për sejdët e falënderimit të profetit sallallahu alaihi wasallam gjejmë edhe hollësi të tjera. Transmetohet nga Hazrat Abu Bekre se kur profetit sallallahu alaihi wasallam i vinte në një lajm që e gëzonte ose që ishte shkak gëzimi për të, ai binte në sejdë duke falendëruar Zotin e Madhërisëm. Po kështu, në një transmetim nga Hazrat Enes bin Maliku, thuhet se profetit ju dha lajmi mirë për një çështje, prandaj ai ra në sejdë duke falendëruar Allahun, lidhur me përgëzimin që Allahu i Madhërisëm u dha besimtarve për dërgimin e salavateve mbi profetin dhe mirënjohjen që profeti i shprehu për këtë. Në një transmetim përmendet kështu: Hazrat Abdurrahman bin Aufi Rafen, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, doli jashtë dhe u drejtua nga vendi i tij i sadakas, pastaj hyri brenda, u kthye nga kibla dhe ra në sejdë. Ai e zgjati shumë sejdën, aq sa mendova se Allahu i Madhërisëm ja kishte marrë shpirtin atë gjendje. U afrova dhe ula pranë tij. Atëherë profeti e ngriti kokën dhe tha: kush është? Abdurrahmani, i thash. Çfarë ke? Më pyeti profeti. I thash: o i dërguari i Allahut, ti bëre një sejdë kaq të gjatë sa që pata frikë mos Allahu ta kishte marrë shpirtin në atë gjendje. Profeti tha: Gjibrili erdhi tek unë dhe më dha përgëzim duke thënë: Allahu i Madhërisëm thot se kush dërgon selavate mbi ty, unë do të zbres mëshirën time mbi të, dhe kush të dërgon selam ty, unë do t'i dërgoj selam atij. Prandaj unë rash në sejdë për ta falendëruar Allahun e Madhërisëm. Pra kjo sejdë ishte aq e gjatë, ishte në shenjë mirënjohje ndaj Allahut. Hazrat Abu Bekri tregon se e pa profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur i erdhi lajmëtari i cili e përgëzonte se ushtria e tij kishte fituar kundër armikut. Në atë kohë, koka e profetit ishte në prerin e Hazrat Aishës. Ai u ngrit menjëherë dhe ra në sejdë për ta falendëruar Allahun.
Në një transmetim Amr bin Shuaib përcjell nga babai I tij dhe ai nga gjyshi I tij se ai e dëgjoi të dërguarin e Allahut duke thënë: dy cilësi janë të tilla që tek kushdo që gjenden, Allahu I Madhërisëm e shkruan atë person si të durueshëm dhe mirënjohës. Ndërsa tek ai që nuk gjenden këto të dyja, Allahu nuk e shkruan as të durueshëm e as mirënjohës. E para është që në çështjen e fesë njeriu të shikojë atë që është më lart se ai dhe ta ndjek atë. Pra në çështjet e fesë, ai të shikojë atë që është më I përparuar dhe të mendojë: unë duhet ta ndjek atë, duhet të arrij nivelin e tij. Atëherë ai do të jetë I durueshëm dhe mirënjohës. Cilësia e dytë është që në çështjet e kësaj bote, në çështjet e dynjas, njeriu të shikojë atë që është më poshtë se ai dhe pastaj ta lavdërojë, ta falenderojë Allahun për atë që gëzon. Në çështjet pra materiale, ai duhet të shikojë atë që ka më pak dhe pastaj të falenderojë Allahun duke thënë se Allahu I Madhërisëm më ka dhënë shumë. Për shkak të kësaj begatie me të cilën Allahu e ka dalluar mbi tjetrin, Allahu e shkruan si të durueshëm dhe mirënjohës. Por ai që në çështjet e fesë shikon atë që është më poshtë se ai, ndërsa në çështjet e kësaj bote shikon atë që është më lart se ai, pastaj pikëllohet për atë që nuk e ka arritur në dynja, Allahu I lartësuar nuk e shkruan as të durueshëm e as mirënjohës. Po kështu Hazrat Abu Huraira tregon se I dërguari Allahu tha: shikoni atë që është më poshtë se ju dhe mos shikoni atë që është më lart se ju. Kjo është më e përshtatshme që të mos e nënvlerësoni begatinë e Allahut. Domethënë në aspektin material, shikoni atë që janë më poshtë se ju. Pastaj falenderoni Allahun që ai ju ka dhënë shumë. Transmetohet nga Ibn Abbasi se I dërguari Allahu tha: 4 gjëra janë të tilla që atij që I jepen I është dhënë mirësia e kësaj bote dhe e ahiretit. E para, zemër mirënjohëse. E dyta, gjuhë që e përmend Allahun. E treta, trup që duron në kohë sprove. Dhe e katërta, bashorte e tillë që nuk e tradhton bashortin, as në çështjen e nderit dhe të dëlirësisë së saj dhe as në çështjet që lidhen me to. Pra nëse njeriu ka një bashorte të mirë dhe I ka këto cilësi që tham, ka vetëm të mira. Hazrat Abu Huraira tregon se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: o Abu Huraira, ki druajtje ndaj Allahut, do të bëhesh më adhuruesi ndër njerëzit. Bëhu I kënaqur me atë që ke, do të bëhesh më mirënjohës ndër njerëzit. Duaje për njerëzit atë që do për veten tënde, do të bëhesh besimtar. Sillu mirë me fqinjin tënd, do të bëhesh musliman. Qesh pak, sepse e qeshura e tepërt ta vdes zemrën. Pra, njeriu duhet të jetë më shumë I përulur para Allahut dhe duhet t'i kushtoj vëmendje lutjes dhe nuk duhet ketë mungesë serioziteti të atill që gjithë kohës të bëj vetëm shaka dhe të qesh. Allahu I Madhërisëm na bëft prej atyre që veprojnë sipas porosive të profetit sallallahu alaihi wasallam. Duke përshkruar gjendjen e përhershme të mirënjohjes dhe përmendjes së Allahut nga profeti sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon: profeti I nderuar sallallahu alaihi wasallam e përmendte Allahun në të gjitha kohët e tij. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam për umetin e tij standardet më të larta, dha standardet më të larta përmes shembullit të tij dhe na këshilloi për këtë. Allahu I Madhërisëm na dhënë mundësinë të veprojmë sipas tyre. Një gjë tjetër që dua të them shkurtimisht është se inshallah të premten e ardhshme fillon edhe xhelsa salana e xhamatit Ahmedia të Anglisë. Lutuni që Allahu I Madhërisëm ta bekojë në xhelsën në çdo aspekt. Allahu I lartësuar e ruajt çdo kënd. Këtë ditë ka vap të madhe dhe për shkak të kësaj ekzistojnë edhe disa rreziqe. Allahu I lartësuar I ruaj të gjithë nga çdo lloj ndikimi I keq. Po ashtu vullnetarët që do të shërbejnë në detyra të ndryshme, ndonjëherë duhet të qëndrojnë në vap dhe të kryejnë detyra në vështirësi të mëdha. Allahu I lartësuar u dhënë mundësinë të kryejnë detyrat e tyre në mënyrën më të mirë. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر